çfarë? Opozita kërkon partneritet me strukturë, me element të tjerë të shoqërisë. Me gjitha pigmentet e shoqërisë saj, për të përfaqësuar sa më shumë shtresa të caktuara, për të përfaqësuar dhe për të përfaqësuar ashtu siç duhet. Prandaj që një opozitë e fortë për të bërë ballë një mazhrancë të tillë e kërkon në mënyrë legjitime në shoqërinë e lirë për të krijuar partneritete, të krijuar në fundit partneritet dhe me median. Çfarë interesi keni ju që keni ndërtuar një sipërmarrje të vogël private me shumë inteligjent bashkëpunoni me opozitën? Pse? Ju gjithë jeni familjar, keni nevojë për çu të ardhurat në shtëpi. Çfarë parash ju jep opozita? Ku do I marrë opozita? Edhe biznesi prapë ashtu është. Edhe biznesi pse ka interes që ju të bashkëpunoni me opozitën dhe t'ju ushqej ju çfarë për të goditur vetveten? Ore, nuk ka rëndësi, nga cili krah do të bashkëpunosh, një krah kanë lidhjen diku me fije politike. Pa diskutim. Pra, pa diskutim, po themi që të krijohet pra opozita. Ja opoziti merr 10 milion, te opozita mund ta gjesh 1 milion, fjala vjen një sponsorizim, po çon si ka, gjithë krahat. Pra, kalon biznesi, kalon në fije politike. Ose larg qof, pastaj kalon kriminale. Edhe krimi e lidhur me mazhorancën, sepse nuk mund të funksionojë dhe nuk mund të jetë aq fort dhe aq ngrehaluc, nëse s'do të kishte një përkraje pas shpine, që është pushteti gjithmonë që e don e përdor kur duhet për ta përdorur. Pra, pak a shumë bini dakord që po spatëm një shoqëri të lirë, nuk kemi një opozitë fort. Sepse një opozitë fort bëhet kur përfaqëson të gjitha zërat e shoqërisë, përfaqëson të gjitha shtresat. Dhe nuk I përfaqëson vetëm sa për të thënë. I përfaqëson në mënyrën më të plotë dhe më të gjerë të mundshme. Normali s'është dakord. Kjo është një mekanizëm që ne mund të themi po, atëherë kemi një opozitë fort. Por duke pasur edhe këtë për shkak kushteve historiko-kulturore të Shqipërisë dhe veçanërisht të krijimit të Tiranës si qytet modern, nga 1945 e këtej, Tirana për shkak të jetëgjatësisë madhe të sistemit totalitar, flukset më të mëdha qytetarë I ka marrë në zonat kur lidhja e banorëve me të majtën ideologjike është pothuajse krejtësisht natyrale, biologjike. Sot të jesh nga Përmeti automatikisht është e pa imagjinueshme të mendosh se je I djathtë. Të jesh nga Labëria do të jetë turp të jesh I djathtë. Domethënë, pra, ky kontekst historik, edhe nëse do kishim një opozitë të ngritur, garën në kryeqytet e bën shumë të vështirë. Ju lutem ma lejo vetëm e bën shumë të vështirë. Garën e bën shumë të vështirë. Prandaj gara e Tiranës pothuajse është e përcaktuar. Problemi është që opozita të jetë dinitoze në garë. Dhe Rama këtë gjë nuk ja ka ofruar opozitës. Prandaj Rama është fajtor dhe prandaj Rama akuzohet nga unë si autokrat, sepse ja ka hequr këtë instrument. Dhe ju keni një pushtet, jo vetëm që ka gjitha këto indikator, por ka edhe krimin organizuar I cili po dohet të mbyll brenda. Në Shkodër, po të dohet krimi organizuar të mbyll brenda. Nuk ke mundësi dhe kontrollohet totalisht nga kjo mazhorancë socialiste. Dhe nëse nuk do të ishte krimi I organizuar partneritet me mazhorancën, në Shkodër harroje që fiton e Majta. Harroje. Nuk fiton. Dhe kjo është bërë një nga problemet më të mëdha që ka sot shoqëria shqiptare. Dhe askush nuk e thot. Dhe pyetja që bën, pse nuk po ndryshon Partia Demokratike, është pyetja më indoktrinuese, më propagandistike që bën mediat. Dhe kjo është e pafaqshme. A ka fare Partia Demokratike? Sa të duash ka fare. A vepron gabim Sali Berisha sot? Sa të duash. A mund vepron të ndryshe? Jo. S'vepron të ndryshe. Kjo është përgjigjja. Tani do të qëndroj, nuk do të bëj replik me analizën, por do të bëj replik vetëm me një përcaktim. Duhet kuptojmë diçka në kontekstet historike, sepse vërtet ne vim nga 50 vite komunizëm. Dhe vërtet 50 vite komunizëm e doktrinuan popullin e varfër me atë se çfarë ata donin të jepnin. Por në kontekste historike, kaloi edhe për te komunizmin, zona e Labërisë, zona e Përmetit dhe sot dhe Partia Demokratike ke plot të rinj, të cilët sepse geni shkon aty ku është, pavarësisht se është komunizëm apo jo, geni kalon. Dhe ke plot nga këto zona që jo kanë qenë vetëm e kanë ndier persekutimin mbi supe. Po diskutimar, po ka më thashun që unë fola në kontekst masiv. Në kontekst po ja. Pa diskutim se ka ballistët, kanë qenë ballistët, legalistët, po ne bëhet fjalë kjo. Por ka diçka Elda. Po jo edhe ka një problem Partia Demokratike.
Sepse kjo që the ti ka ndodhur në paragjykime, më ndodhte mua në eksperiencat e mia në Partinë Demokratike, më thoshin po ti nga përmeti çfarë do këtu ti. Ka pas dhe një faj Partia Demokratike që nuk është hapur. Pra, edhe sot, se nuk dua të fus të ndasin e kam... Jo, nuk e kisha në to. Jo, kisha në rrjedh politik, në kuptimin që... Në rrjedh politik dhe Partia Demokratike sot, ka një problem që nuk hapet shumë që ta zjeroj, por qëndron e parcelerizuar. Po t'jap listën e Tiranës... Po pse ju ti ketë majtën ti? Po ja ku ke qeverisën dhe ministrën e inteligjencës artificiale e morën nga jugu, më zotëri, nuk e ban nga veriu. Këta mund ta kishin dhënë ne. Dreva. Diellën. E morën nga jugu, e vëshën me veshi çamerie, kupton? A mund na jepshin ne papën e merditore? Ishte pse s'duan merditore që kena një ndërveshjet e traditës më i lire. Që kemi në ADN e Europës. Disim tha një ideat. Po si mund ta bësh inteligjencën artificiale, ta bësh inteligjencën nga qeveria. Po. Nga qeveria, kupton? Ti mund ta bësh nga Mirdita, mund ta bësh, kupton? Me lidhje në familjen indo-europiane. Para zgjedhjeve 11 majt, më tha një miku jon që është i djathtë, tha po edhe listën e Tiranës tha që vunë kanë dhënë 7 vetëm nga Tropoja, po ç'po i doni 7 nga Tropoja, tha dhe në listën e Tiranës. Kështu që kjo gjë lidhe dhe pak me filozofinë që japin ata sipër. Unë e kuptoj shumë mirë që do duhet të ndahet, nuk do duhet kemi polarizime dhe parcelizime politike në këtë vend, se ne kaq jemi. Por njerëz, Po jo, e këta... Se ti e gazetarë, por... Na ke fut shumë muhabetin në... Nuk e kanë të shumë, prit, jo më jeni fiks fa edhe një diçka tjetër. Ore, si bëri për shtype... Jo, unë të thash të gjë. Dëgjoj, kush ka qenë në Tiranë, dëgjoj, të gjitha Tirana ka 2 flukse, ka 3 flukse. Qytetar, po të lexosh historinë e qytetit. Fluksi i parë që kanë pranuar tiranësit me dëshirën e vet janë Dibranët. Pa, që i kanë pranuar vetë. Durrësi Tiranë. I kanë pranuar vetë ata. Flukset e dyta janë flukset i punuara nga pushteti. Po, shumë dakord. Përmetarët, fluksi i parë, Tepelenasit dhe Vlonjat, Gjirokastrit, zona parë operative. Quhet zona parë. Këto janë flukset. Fluksi i tretë i fundit është fluksi që bani Sali Berisha që tha kush gzetru vjet nguli po. Po sepse ka një logjikë kjo pse ka ndodhur. Logjika është se po e grabite popullin me ligj, populli e vet drejtësinë me forcë. Nuk e thot askush këtë. Po realisht kështu është. Po ta shohësh që nga ligji 1750 si quhet ai 7501. Po 7500 i famshëm 7501, që aty ka filluar gjithë masakra e madhe dhe grabitja që i ka bën jugu me ligj veriut. Pastaj veriu pa diskutim ka vendos drejtësinë me forcë. Ndodhin këto, do ndodhin gjithmonë. Po problemi është pse ta hajë një brez në mënyrë pa drejtë. Edhe me pushtetin, zotri. Ajo çfarë ndodhi në Nepali ka shoqëri krejtësisht më të rëndom se ne. E pes si përfundon. Po. Gjithmonë populli e vet drejtësinë, por kur e vendos momentin që kur piqen kushtet për të ndodhur, as si do ndodhi, problemi është kusur kanë brezat që jetojnë atë periudhë kohore për shkak të disa mekanizmave që kanë funksionuar në mënyrë të gabuar shumë vite më parë. Prandaj pyetja ime ishte kjo. Në Tiranë kush kanë ardhur në këto flukse përveç këtyre të 90-s, flukset që janë konsoliduar në lagjet e Tiranës, këto kanë qenë të privilegjuarit e kohës. Shumë dakord. Se Tirana nuk është Tirana sot si duket një katrahur. Tirana e Partisë Punës ka pas lezet jetoje në atë kohë. Sot nuk jeton.